O Ema, po gjithmonë kaq në formë ti. Po. Gjithmonë me këto detajet. Për shembull sot po vëre getat. Këto smiley face-a? Po. Po sri, unë nuk ka, në përgjithësi ajo që ka bërë diferencën te unë janë detajet, të cilat kanë ardhur pa dashje. Gjë që tani, përsa i përket paktën pamjes jashtme, më çon në rehatin që dhe kur nuk kam nuk zhvesh manekina, se është një problem, ne në Shqipëri ngatrojmë atë që është aftë të zhveshi manekinën, sepse ka mundësinë financiare dhe i qënë fashion, me atë që din të vishet, ose din të di se çfarë i shkon, se nuk është... Natyrisht që tek unë kjo gjë ka ardhur me kalimin e kohës, me kalimin e viteve dhe në mënyrë intuitive. Nuk është se unë nuk ndjek, edhe se kam pasion, por nuk ndjek ndonjëherë çfarë shkon trend, çfarë shkon mod, çfarë shkon kam vesh pantallona dhe fustan dhe çfarë do të kuqen me portokallën. Në kohën e liceut, me sa kam dëgjuar, ke qenë ndryshe nga të tjera, dhe zgjidhje këto veshjet ndoshta pak më. Kohën e liceut, ajo që kam bërë ndryshe ishte që i qepi, jo i qepja vetë, i sajoja vetë rrobat. Që ja jepja një komshiu që ti qepte, të tipit pantallonat që sot janë me xhepa që ne që i quajmë. Unë doja vetëm që t'ishte një gjë ndryshe dhe i thosha, me qep pantallonat, po xhepin mos ma bëj ku e mbajnë tjerët, po ma vër tek pikërisht këto detajet, po jo. Copën e divanit e bëja fund të gjatë deri në fund këmbëve. Edhe ndoshta është që ajo është me të ardhur, është me ndjesi, natyrisht që ka të bëjë shumë dhe familja. Jam nuk diskutoj që shihen ta kultivon nëna. Edhe pse vjen një moment që pastaj ti nuk e kupton, vjen një moment që ti pastaj thua unë jam rebeluar shumë herë me rrobat që më blinte ime më e vogël, por shija e prej saj natyrisht që më ka ardhur, një shije ndryshe, një model flokësh ndryshe, me ato mundësi që kanë qenë atëherë, se ju tani as nuk ja keni idenë çdo të thotë të veshësh fustanin e motrës, e ta kthesh nga krau tjetër, që më kanë qenë shumë skapas. Meqense jemi tek koha e liceut edhe fillimisht ti je marrë me baletin. Ja marrë me shah në fakt. Ashtu që mua bet. A do të thotë kjo që ti e rastësisht në art, po themi në aktrim dhe në balet, si erdhi pjesa e? Po, rastësisht do të thotë që kam hyrë në balet, rastësisht është që kam hyrë në aktrim. Si ndodhi? Dëgjoj, nuk ka, nëse e kam thënë shumë herë këtë gjë, po e kam shkruajtur më shumë se. Nuk ka besoj fëmijë që nuk do të merret me art, sepse bëhet shembull. Në një sens arti është shembull për brezat që vinë, edhe pse në Shqipëri vlerësohet gjithmonë më pak. Po flas për çfarë do lloj arti. Natyrisht që ato arte të cilat qasen shumë me media, me televizionin, se në atë kohë televizioni ka qenë mediumi më i rëndësishëm i komunikimit, aty u ndërrojnë. Pra ndërrojnë kërcimtar, këngëtar, pra ndërrojnë këto lloj zhanresh. Në kohën tonë ka pas shumë art i impenjuar në televizor, që do të thonë, ne kapnim dhe raj në shtëpinë e mamës dhe Jugoslavin, atëherë ishte në Jugoslavi, kështu që dhe shembujt e mi ishin të shumë përzierë, që do të thotë kam parë herë që fëmijë i vogël, të filmat e parë thriller i kam parë që e vogël, por ëndra ime i kam parë që e vogël pa ditur çfarë janë, por njeriu kultivohet në mënyrë automatike, nuk është se çdo gjë i jepet e shpjeguar dhe artikuluar. Në këtë sens, unë kam pas dëshirën të jem ku t'ju Rafaela Carrà, dhe si sot mund të ketë shumë shembuj, por ne atëherë për fat mirë kishim shembuj shumë më të mirë se sa të sotme, të më falësh, po kështu mendoj. Dhe unë kam dashur thjesht merrem me art, dhe në balet kam ikur sepse shoqjet e lagjes time shkonin në Pallat Pionierit. Unë beta vetëm, edhe thash do iki dhe unë. Që të duhet shtyja kohën të lagja, se ne luanim shumë të lagja atëherë. Sot nuk luhet të lagja, ne luanim shumë pushimet e verës. Nuk ishte pasion shumë i madh baleti që nuk e vazhdove dhe kalove në aktrim, çfarë ndodhi? No, unë u futa në balet për qef, aty pastaj që ka arti të merr me vete. Me sa duket, është një dashuri fatale, jo vetëm se ushqen besoj vanitetin, por sepse të paktën për tipat e ndjeshëm, unë besoj se gjithë nga pak artist, po jo të gjithë mundet të bëhen artistë një përmase, sepse artist, unë jam e sigurt që çdo njeri është artist, kërcimtar, këngëtar, piktor, instalator, etj. Dikush më shumë, dikush më pak. Pastaj varet si e zhvillon dhe si e kultivon aty që ne pastaj e quajmë talent. Mua baletin ka pëlqyer shumë, sidomos nga fundi, dhe ëndrat e mia u ndruan, pra nga Rafaela Carrà u kthyen në Bolshoi Teatr,
në kërcimet në Michael Jackson, se këto ishin pasaj rebelimet tona. Ju qeshni bërë, në këto rebelime kishim, të kërcej Michael Jackson dhe me flokët lëshuar ishe njeriu më rebel. Dhe natyrisht që dashuroja skenën. Kam qenë fëmijë shumë i ndjeshëm dhe po të pyesësh në një nga shkolla baletit, të tema qante me çdo tingull pianoje, sepse e përjetoje. Ashtu dhe kam jetu gjithmonë në ajër, në ëndër, dhe më thënë, brapo janë shi, kështu super romantike. Kjo ndoshta më ka shpëtu pak dhe nga realiteti banal, i cili nuk është edhe në atë kohë nuk ekzistonte. Dhe sidomos me raportin që kam pas opinioni i përgjithshëm me ata që merreshin me art dhe sidomos me balet. Mua kjo më ka shpëtu sepse jeta krejtësisht në një botë tjetër dhe nuk pata asnjëherë atë nuk i afrova dot banalitetit dhe kjo është fal natyrës time që stakohet. Sara ka prerë flokët. Duke i pasur flokët shumë gjata, një gjatësi që mund të shërbente, mendoj që ndrimi i saj, lukut saj, mos ishte thjesht ndrim për qef të vetë, por dhe të shërbente. Shërbente për diçka dhe i ka dhuruar flokët për të bërë paruke për një vajzë që është e smur me kancer. Çfarë të marrëdhënie kemi me Sarën, sepse shoh nëpër Instagram fotot që postoni tamam si shoqë, nuk e di, është vërtet kjo marrëdhënie? Po, përdin, se nda njeri kufirin, çështja e komunikimi. Unë me Sarën kam komuniku dhe ajo me mu ka komuniku. Natyrisht që ka shumë gjëra që s'ja themi njëra tjetrës, por të vërtetat ja kemi thënë njëra tjetrës dhe kjo ka kriju atë që ne jemi shoqe, por unë se them do të që jemi shoqe, se jam e sigur që me shoqet e saj bën shumë biseda tjera më të lirshme. Për një gjë, jam i njohë se kësaj marrëdhënie, që nuk ka ardhur vetëm prej meje, natyrisht që ka ardhur prej meje dhe prej Sarës, që të vërtetat ne i themi dhe gëzimin më të madh apo i dhërim më të madh telefonat me parë e bëm njëra tjetrës, sido që tjetë. Pra, gjithmonë atë feeling që lidh dy njerëz që duhen, ne e mbajmë shumë fort. Pastaj sa mirë kuptu se ka qenë, se unë jam e bindur një femër sharmante si ty, do kesh pas dhe ti historitë e tua, etj. Sa mirë kuptu se ka qenë Sara te kjo pjesë? Pak më shumë se që ka prerë mua mendja se duhet ishte. Dhe nuk e di shumë që unë as nuk e imagjinoj dot, por duhet jetë dhe formë trituri kjo. E di shumë mirë që do njerëz ka qenë e thjeshtë sepse Sara si është marrë dhe gjysma kohës. Sa kam thënë njeriu, po është marrë pjesë e kohës vet. Por ajo është një fëmijë që thot kur ti je e lumtur, unë jam e lumtur. I ka rezistuar shumë tundimit të shoqërisë. Tundimit të një shoqërie e cila shpeshherë shkatron marrëdhëniet në familje, shpeshherë shkatron të vërtetën në familje, edukatën që familja jep, ndonjëherë shkatrohet prej presionit jashtëm. Dhe prindi duhet jetë gjithmonë kështu në vëmendje. Në këtë kuptim, unë Sara si jam mirënjohëse që i ka shpëtu tundimit të gjithë gjërave të thjeshta që vinë nga realiteti ynë, i cili nuk ka shumë opsione jete, as për të rinjt. Opsionet edhe të argëtimit, edhe të plotësimit në Shqipëri, për të rinjt, nuk janë shumë të mba. Ti e rritur me një vëlla biank, më vëtaboj, ke dhe një motër të madhe. Po në ndonjë moment saktuar, nuk mendon se mund t'ja jepje Sarës edhe një motër ose një vëlla për të mos ta lënë vetëm? Të ka ty absolutisht, po. Unë do të kisha dhënë Sarës 20 fëmijë, 20 motra e vëllezër, sepse unë e du shumë të jetoj në komunitet me njerëzit që dua. Sepse kjo do ta zvogëlonte shumë vetmin që t'jep shoqëria. Do ta minimizonte vetmin që t'jep shoqëria. Dhe jeta, sidomos pragmatike në Shqipëri, edhe shumë e varfër, se është jetë e varfër shpirtërore në Shqipëri. Por nuk kam mundur se që të merrja sërish ndërmarrjen për të rritur një fëmijë vetëm në këtë vend, pra nga një do të bëheshin dy, do të ishte, mund mendoj, mision i pamundur. Dhe nuk kisha pse të rëndoja për një dëshirë vetëm që të kisha shumë fëmijë, edhe Sara të kishte fëmijë, nuk kisha pse të rëndoja në psikologjinë e një fëmije që do të vinte, apo qoftë edhe Sara, e cila do të ndodhe në një situatë ku çdo gjë është e vështirë të rrisësh fëmijë vetëm. Është e vështirë në botë. Imagjinoj tani në Shqipëri ku një femër më të thjeshtë e ka të paragjykohet, të gjykohet dhe të lihet më njëm, sesa dy vikesh meshkujve sa të duan, sesa të vlerësohet për atë që është. Ke frikë nga plakja? Kam, si s'kam frikë nga plakja. Frikë. Unë e di që duhet ta pranoj që është një proces natyror.
se kështu është teoria. Po nuk mund të them që kur pash këtë duhet të parën që doli, tha do zoti madh, ku është botoksi, ku është ajo që të po shiqur që harroj shpejt këtë gjë, dhe ideja e të bërit ndërhyrja më shkon shumë pak dhe kuptoj që gjithsesi sa do të rregullosh nga pamja jashtme, mosha që është brenda. Unë kam ndërruar gjithmonë që të jem një gjyshe e mençur, kur i thon gjyshe e bukur zonjë, me rrudha natyrisht, dhe të kem paqe rreth familjes, nuk ndërroj paqe në botë se nuk jam e vogël. Dhe besoj se njeriu e pranon moshën kur fillon të kuptoj se trupi po e tradhton. Nuk bën dot 2 kilometra vrap, nuk bën dot 24 orë punë, ka nevojë për pak rehati, ka nevojë për kohën që të merret me veten, sepse trupi është si një makinë që ka orët e veta. Në këtë kuptim unë akoma s'kam filluar të merrem me veten, që do të thotë ti kushtoj vetes edhe në grim kisha durim të lirë. Që në fakt janë gjërat vogla që duhen shijuar në jetë, dhe kjo është një moshë që këto gjëra ne duhet të shijojmë, dhe kjo është një terapi që unë i bëj vetes, që dhe kam përshtypjen që po të shijojmë këto gjëra, plakja do vijë ashtu natyrshëm siç vjen nëpër botë. Domethënë unë dua që kur të plakem të kem mundësi të ustojnë gjithë botën, meqense kur isha e re se bëra dot. Kjo është këshilla më e mirë që mund t'i jep premtërive që po na dëgjojnë tani. Ema, shumë faleminderit. Faleminderit.